Allah i lartësuar i ka përmend disa lloje të vëllezërisë në Kur'an për me i tregu njerëzve se prap jeni vëllezër, s'keni ku e çoni njëri tjetrin. Ose ka më të lidh gjakë, ose ka më të lidh feja, ose ka më të lidh farefisi, ose ka më të lidh diçka me njerëzit. Mirë, po cila është lidhja më e fortë pastaj këtu? Gjithashtu është poenta tjetër. Edhe ka më ardhur rani që në ditën e gjykimit ka më ik njëri prej tjetrit kur ta shese sa obligime edhe sa në konda i tij dhe sa është në hak tina. Prap mbetemi me obligime ndaj këtyre vëllezërve ose këtyre pjesëtarëve që e ndojmë këtë lloj të vëllezërisë me ta normal, domethënë sipas trajtimit të cilët ja ban feja. Sikur Allahu këtu i bën thirrje njerëzve që mos nxitoni ose mos bëni plane me evrod njëri tjetrin, me hangër njëri tjetrin, me dëmtu njëri tjetrin, me plaçkit njëri tjetrin. Për arsye se mirë po, më i miri tek ju, nëse doni me bagara për me mritë Allahu, edhe më bë më i miri, atëherë më i miri për juve, tek Allahu është më i devotshëm. Të nderuar vëllezër, qëllimi i kësaj teme është që ai qëllimi i përgjithshëm është që të ndërtojmë pikpamje edhe koncepte të drejta për çështjet që janë më rëndësi për neve. Na shoqërojnë gjatë gjithë jetës, edhe efekti i tyre do të na përcjellë edhe në botën tjetër. Ndërsa tema e sontit është pikërisht prej asaj që po e dëgjojmë se vëllezëria në Islam nuk po e ka shpesh herat kuptimin të cilin e kemi lexuar për libra, nuk po e gjejmë ato që e kanë gjetë parët tonë që i lexojmë në për libra, edhe kënaqem na kur e shohim se çfarë vëllezërie dhe çfarë afërsie kanë pas ata dhe kanë ndërtuar ata, ndërsa ne nuk po e gjejmë, a jemi edhe na musliman sikurse ata. E që ma tepër apo pretendojmë dhe ne se jemi duke e ndjekur rrugën e të parëve tonë. Ndërsa të parë tonë, çfarë vëllezërie kanë ndërtu edhe çfarë rëndësie kësaj çështje madhore i kanë kushtu. Andaj vëllezëria të ndërruar vëllezër, vëllezëria në Islam edhe imani pothuajse janë të ndërlidhur, është problem me i ndo. Nëse ka defekt vëllezëror në një shoqëri muslimane, dije që defekti është te imani, sepse nuk është kuptuar drejt kjo çështje madhore. Ndërsa nëse vëllezëria është në nivel në një shoqëri islame, dije që edhe imani është në rregull. Nga se ngecja në njërin nënkupton ngecjen në tjetër, sikur se avancimi dhe përparimi në njërin nënkupton përparimin edhe në tjetrën. Para se me ju qas vëllezërisë në Islam ose vëllezërisë nga feja, do t'i përmendi shkurtimisht disa lloje të vëllezërisë të cilat i ka përmend vetë Allahu i lartësuar në Kur'an. Po emrusi i përbashkët e gjitha këtyre është se Allahu i lartësuar i ka kriju njerëzit me jetu bashkë, me jetu në bashkësi, edhe me jetu me njëri tjetrin, me i ndihmu njëri tjetrit, edhe mu mundu edhe për njëri tjetrin, se fundjes për veti se cili mundohet. Do thonë nuk ka njëri që nuk mundohet për veti. Mirë po poenta është se kë pastaj a don ku, a don vullnet që mu mundu edhe me punu edhe për dikan tjetër. E Allah i lartësuar i ka përmend disa lloje të vëllezërisë në Kur'an për me i tregu njerëzve se prap jeni vëllezër, s'keni ku e çoni njëri tjetrin. Ose ka më të lidh gjakë, ose ka më të lidh feja, ose ka më të lidh farefisi, ose ka më të lidh diçka me njerëzit. Mirë po cila është lidhja më e fortë pastaj këtu? Gjithashtu është poenta tjetër. Fillimisht, të nderuar vëllezër, e kemi vëllezërinë nga prejardhja. Kjo është vëllezëria të cilën e dim të gjithë se Allahu i lartësuar i ka bë njeriu me pas vëllezër edhe motra prej nane, edhe prej babe, ose vetëm prej babe ose prej nane. Kjo është vëllezëria e gjakut, ose vëllezëria e prejardhjes. Edhe shumë prej ajeteve që flasin se në ditën e gjykimit ka me ikë vllau prej vllaut, nuk pyet vllau për vllaun, domethënë është për qëllim që ke lidhje e shkurt. Dy persona të cilët e kanë ndajt një bark të përbashkët, barkun e nanës, edhe janë ushqy për e njëjtit ushqim, e kanë pas një babë të përbashkët, edhe ka me ardhur rani që në ditën e gjykimit ka me ikë njëri për tjetrit kur ta shese sa obligime edhe sa në konda i tij edhe sa është në hak tina. Mirë, domethënë kjo është një lloj i vëllezërisë. Këtu nuk qënë pesh pastaj shumë se a është, çfarë feje është vëllau, a është fetar ose është fetar, domethënë është vëllau prej nane prej babe, ose vetëm vëllau prej babe ose vëllau prej nane, ndaj të cilit kemi hak. Mirë po, kjo është temë në vete. Kjo është temë në vete. Pastaj e kemi vëllezërinë nga gjaku, me thënë,
ose nga fisi, ose nga populli. Edhe këtë vëllazëri Allah ka përmend Kur'an. Për shembull, thot o ila adin akhahum huda, tek populli i Adit e kemi dërguar vllaun e tyre Hudin. Tek populli i Themudit e kemi dërguar vllaun e tyre Salihun. Tek populli i Medjenit e kemi dërguar vllaun e tyre Shoaibin. Të vëllau i tyre ka qenë i popullit, i njëjtit popull që ka fol njëjtën gjuhë, edhe ka pas njëjtën prejardhje. Domethënë është vëllazëria për nga prejardhja, gjithashtu edhe kjo e ka trajtimin e vet, dhe trajtohet vete. Domethënë, nëse i përket një popullit ose një fisit që ndani prejardhje me te, pastaj domethënë a është fetar, as është fetar, është musliman, as është musliman, edhe këtu domethënë kjo e ka trajtimin e vet, mirë po prapë mbetemi me obligime ndaj këtyre vëllezërve ose këtyre pjesëtarëve që ndajmë këtë lloj të vëllezërisë me ta normal, domethënë sipas trajtimit të cilët ja ban feja. Pastaj e kemi vëllezërinë e llojit njerëzor, shkon edhe më gjanë kjo pastaj. Allahu thot, o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakrin wa untha. Ne ju kemi kriju ju prej një mashkull dhe një femër, prej një babë dhe një nane. Domethënë nëse kthehej mbrapa, sa më larg që keni më u kthy tani mashkull dhe tani femër, tani babë dhe tani nanë, domethënë gjithë keni një nanë dhe një babë. Domethënë sikur Allahu këtu i bën thirrje njerëzve që mos nxitoni ose mos bëni plane me evrod njëri tjetrin, me hangër njëri tjetrin, me dëmtu njëri tjetrin, me plaçkit njëri tjetrin. Për arsye se një nanë dhe një babë e dani të gjithë. Do të thonë i keni ato elementet e përbashkëta si njerëz që ju kanë sjell në jetë një nanë dhe një babë që është Ademi alayhis salam edhe Hava alayhis salam. Gjithashtu edhe kjo i ka pastaj trajtimin e vet, domthonë trajtohet, por në përgjithësi konsiderohen njerëzit të një nane dhe të një babe. Pavarësisht prej racave, pavarësisht prej fejve, pavarësisht prej orientimeve, domethënë e kanë një nanë edhe një babë. Mirë po në fund Allahu të këtij ajeti ka thënë inna akramakum indallahi atqakum. Mirë po ju e keni një nanë edhe një babë, domethënë e keni një vllazëllak të largët, një hark të gjanë të vllazëllakut, mirë po më i miri tek ju, nëse doni me bagara për me mritë Allahu, edhe më bë më i miri, atëherë më i miri për juve, tek Allahu është më i devotshëm. To më besimtar edhe më i devotshëm. Pastaj e kemi vëllazërinë për nga përgjasimi. Edhe të nën popull, kur dikush i përngjan dikujt ose flet si dikush ose vepron si dikush, si me pas vëlla filan, ose filani është vëllai filanit. Pse? Domthonë i ka gjestet e tij, e ka sjelljen e tij, i ka fjalët e tij. E Allah i lartësuar e përmend që fotët kur Merjemi alayhis salam e ka sjell Isain alayhis salam në lak, domthonë sa ka lind. Edhe e ka sjell para njerëzve, domthonë një grua e ndershme, gruaja më e ndershme të Ben Israel, edhe për grave më të ndershme si përfaqe tokës, po e sjell një fëmijë pa babë. Mrekulli Allah. Edhe i thënë ja ukhte Harun, o i motra Harunit. Ma kana abuki imra'a sawin, wa ma kanat ummuki baghiya. Nuk e ke pas babën e keqme? Nuk e ke pas babën e pamoralshme. E thonë nonën nuk e ke pas pamoralshme. Po prekojt e sjellet i këta. Kryesorja neve vëna intereson fjala ja ukhte Harun, o i motra Harunit i kanë thonë. Thënë dietarët, i kanë thonë motra Harunit sepse Merjemja me ibadetin që e ka bë, i ka përngjoh Harunit alayhis salam, i cili më të vërtet ka qenë ibadetxhi i madh. Edhe për ata i kanë thonë, kur ka bë dikush ibadet shumë të jehudit i kanë thonë kjo vllai Harunit ose motra Harunit. Pse? Se bën ibadet sikur Haruni. Do edhe kjo është një lloj vëllazërie. Është edhe një lloj vëllazënillaku, të cilin e kanë shpik shqiptar po get. Ajo është vllau Boxhanak, kur e ke Boxhanak, e ke edhe vllai për të vllau të mirë, po kjo po më duket këto është vetëm tena. Edhe lloji tjetër i vëllazërisë për cilin do të flasim më gjarsisht është vëllazëria nga feja. Vëllazëria për shkak të fesë. Domthonë gjitha këto lloje të vëllazërisë që i përmendëm, njerëzit që sillen në çatë rrethin e vëllazërisë kanë diçka të përbashkët që i ndon, apo? Domthonë vëllazëria nga nona edhe baba, nga dy prind ose nga njëri, e kanë prindin që i bashkon. Vëllazëria nga gjaku, domthonë e kanë gjakun, e kanë gjuhën, e kanë kulturën që i bashkon. Vëllazëria njerëzore e kanë njeriu domthonë babën e parë dhe nonën e parë, Ademin alayhis salam dhe Havën, edhe kështu me radhë. Ndërsa vëllazëria për nga feja, çka i bashkon? I bashkon feja. Domthonë vëllazënillaku me bodi kanë vëlla nga feja, edhe mi thonë dikujt kam vëlla për hir të Allahut, du për hir të Allahut, të kam vëlla për hir të Allahut, të thonë kjo
lidhje nuk është e ndërtuar mbi diçka tjetër pas mbi dashurinë për Allahun e lartësuar. Për ata, Allahu ka folë shumë për këtë lloj të lidhjes, sepse është lidhje shumë e fortë, edhe është lidhje shumë interesante, edhe jep efekte shumë interesante për nga ona pozitive. Sepse dy vëllezër nga feja e kanë Allahun mes që i ka bashku edhe që i ka afru. Të bon, këtu janë vëllezërit të cilat janë përmendur në Kur'an. Pra ta nëse i thu dikujt popullit tanë, ne jemi vëllezër, të thonë, nuk është që ke çfarë feje ke, po i thu vëlla prej fejes. Jo, do i thu vëlla prej gjakut, varësisht prej llojit të vëllezërisë që e nënkupton ti me të.